Infinity është këtu një dritare që është fix për ty, për njeriun e rëndomt, për ato që rëzohet, që qohet, për ato i cili përballet me sfida, për ato që i mungon motivimi, sepse gjitha këto janë pjesë të jetës, por asnjëherë mos harro, ti je më i fortë se çdo sfidë. Asnjëherë mos harro se pavarësisht sfidës që ti e ke, është dikush që është shumë herë më poshtë se ti, e buzëqeshën asnjëherë nuk e heq prej fytyrës. Në këtë botë materiale dashur miq, ne flasim shumë për paran, po flasim shumë pak për vlerën. Flasim tepër shumë për zhvillimin, po shumë pak për vedijen. Në këtë botë materiale, shpesh herë e harrojmë kuptimin e jetës tonë në vrapim të suksesave. Sot në studion time e në Infinity kam nderin që e kam një mik tepër të çmueshëm. Është Safet Gërxhaliu. Është një zot që flet për ekonomi, por mendon për njeriun. Është një zot që flet për zhvillim, por e ndjen në shpirt. Është dikush që flet për shoqëri, por reflekton direkt në individin. I dashur Safet, mirë se erdhe, faleminderit shumë. Misu Gjej, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem me ju. Me thanë të drejtën, kam pas emisione dhe debatet shumëta, po një hyrje të tillë, një përshkrim të tillë, vërtet nuk i kam përjetu, jam mirë njoh dhe mban nder. Në një moment fillova me mendu apo folni për mua apo për dikë tjetër. Më skuqe, në fakt, nëse diçka më ka karakterizu, sidomos kohëve të fundit, është doza e shtuar e falënderimit dhe mirënjohjes që unë e ndjej. Unë besoj që e përdor një metodë mjaft njerëzore dhe humane që është e shkruar në aspektin etik, por edhe në aspektin fetar. Më i mirë se i miri është ai që jep hakun të mirit dhe ta nderosh dhe ta respektosh të mirin, është motivimi më i mirë dhe nderi më i madh që bën një individi. Prandaj një hyrje dhe një çështje e tillë le të jetë motiv për të ri dhe për të tjerët që nderon e të nderuarin, respekton e të respektuarin për të qenë vetë edhe i nderuar edhe i respektuar. Unë do doja të thoja që para se të flas për ekonomi me njeriun e ekonomisë, para se të flas për politik me njeriun e politikës, para se të flas për sisteme ekonomike me atë që i njeh e i ka jetu brenda, do doja të flisja me juve për njeriun, do doja të flisja për ty si njeri. Cila është ajo fëmiria jote që ty të ka formësu para se me u përballë me sistemet, para se me njoft librat. Si ka qenë fëmiria jote? Besoj që ka qenë një fëmiri mjaft